Ajo që po bëjmë sot është konferenca e fund vitit dhe ky vit është viti më i suksesshëm i Shqipërisë. Dhe këtë sukses nuk e solli koha. Këtë sukses e solli kjo qeveri, kjo forcë qeverisë, kjo shumicë. Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria është vendi ku këtë vit që po mbyllim, u mblodh tërë Europa politike, demokratike, në sheshin Skënderbej. Erdhën në një vend të korruptuar, mendoni ju? Jo. Jo. Por nuk morën opinionin e 700 tenxhereve politike dhe mediatike kur erdhën. Kjo është vërtet. Si mendoni ju? Komisioni Evropian e fal një vend që do t'ishte jo ky që thon tenxheret, po do t'ishte 1/10 e këtij. Kur? Asnjëherë. Dhe e kam thënë gjithmonë dhe përsëris. Nëse po ndodh sot ky proces, është merit në radhë parë e kësaj force politike. Juve i keni parë reagimet e tjerëve kur ju preket floku, se qa thonë. Po s'keni dëgjuar ndonjëherë nga unë, s'keni për dëgjuar ndonjëherë, jo sharje dhe akuza. Po as fjali që shkojnë në drejtim të goditjes së reputacionit dhe madje edhe të presionit dhe të kërcënimit të këtyre organeve. Si keni gjuni? Qa është kjo mohabet do jep dorë? Ne morën 83 mandate në qershor, apo e keni haruar? Ha pra, çfarë dorëheqje për çfarë? Për cilën? Dorëheqje për Akshin. Dorëheqje për Akshin. Akshi është një institucion krenarie për ne, që t'jemi shumë të qartë bashkë.